Inspektorati Shtetëror Sanitar dhe Shëndetësor ka kryer inspektim të jashtëzakonshëm në klinikën e ginekologjisë në lidhje me mjekimin dhe trajtimin e foshnjës së vdekur të pacientes VI nga Haraqina. Sipas dokumentacionit mjekësor të siguruar nga inspektorati, shkaku i vdekjes ka qenë kolaps i një krahu të mushkërisë, vështirësi në frymarrje, akumulim i tepruar i lëngjeve në hapësirat intracelulare ose ekstracelulare të trurit, si dhe insuficiencë kardiorespiratore. Drejtori i Inspektoratit Shëndetësor Kirill Lazarov ka sqaruar për media se si është zhvilluar e gjithë procedura e trajtimit të pacientes dhe foshnjës së saj. Përkatësisht, Lehona është paraqitur për kontroll në klinikën e ginekologjisë më 27 shtator dhe si rast urgjent është hospitalizuar në repartin e shtatzanisë patologjike dhe me rrezik të lartë. Më 28 shtator është vendosur indikacion për lindje me prerje cezariane, e cila është kryer në orët e mbrëmjes me fillim në orën 20:10 dhe përfundim të ndërhyrjes në 21. Ka lindur një foshnjë mashkull e gjallë, prematur 36 javë dhe 4 orë pas lindjes, më 29 shtator është transferuar në repartin e kujdesit dhe terapisë intenzive për shkak të distresit respirator të shkallës mesatare. Është realizuar radiografi native e mushkërive në klinik me gjetje të pneumotoraksit parcial në anën e majt, pas së cilës menjëherë foshnjës i është dhënë sedativ, është intubuar, si dhe është vendosur në ventilim mekanik. Është aplikuar terapi antibiotike trefishe për shkak të sepsës kongenitale. Ai më tek ka shtuar se më 1 tetor gjendja e foshnjës është përkecuar, ndaj është thirrur kardiolog për fëmijë dhe kirurg për fëmijë, i cili vendosi tub kirurgjikal për shkak të gjetjes së pneumotoraksit masiv në anën e djathtë. Nga ana e pediatrit kujdestar në njësitin e kujdesit intenziv neonatal, mjek subspecialist i neuropediatrisë u krye një ekzaminim ultrazëror i trurit me gjetje të edmës cerebrale për shkak të gjendjes së rëndë. U ndërmor reanimacion kardiopulmonar, u administrua adrenalin në 3 raste, por pa sukses dhe vdekja ndodhi në orën 19 me 1 shtator. Është krijuar kërkesë për autopsi pranë Institutit të Patologjisë të Fakultetit të Mjekësisë në Shkup, por deri më ditën e inspektimit nuk ishte përgatitur raporti. Lehona është larguar nga klinika më 1 tetor me kërkesë të saj kundër këshillës së mjekut. Lazarov tha se nuk janë konstatuar lëshime në pjesën e protokollit në trajtimin e foshnjës, megjithatë kërkuan formimin e komisionit profesionist për të hetuar nëse fëmia është mjekuar si duhet dhe nëse terapia e dhënë ka qenë adekuate, ndërkaq raporti i Institutit për Patologji do të jetë gati të premten.